Desha të theksoj sepse në këtë intervistë është diçka ndryshe nga gjitha intervistat e mia që kam dhënë deri sot. Për 20 vite karrierë, do të thënë do shpalos gjitha situatat në të cilat unë kam kaluar, sepse zakonisht ne shohim vetëm atë që ne duam të nxjerrim, vetëm sukseset, po çka fshihet mbrapa asaj nuk është se e kemi të thënë deri sot. Kjo është fotografia kur unë isha një vajzë e vogël 2 vjeç, vitin 1986. Jam unë, babi dhe 2 vëllezërit e mi. Pra, kjo është... Një vajzë e vogël me ëndra të mëdha. Kur e sheh këtë foto nga prizmi i sotëm, çfarë i thua asaj vajzës vogël? Se ti pas ke qenë shumë e fortë dhe ja ke dalë gjitha gjërave që ke në jetë. Pas ke qenë e fortë. Duket aty ajo vajzë me atë buzëqeshje se... Patjetër që po. Do të kalonte gjithë këto që i ke kaluar ti? Aty është një vajzë e vogël shumë e pastër dhe ka vazhduar të jetë, po ajo pastërti në atë fotografi që është, të vazhdoj edhe pse unë jam e rritur sot, pastërtia dhe çiltërsia ime ekziston edhe ende ashtu si në atë foto. Babi, vëllezërit? Po, unë kam edhe një vëlla më të vogël, sepse këtu ka qenë është vllau im i madh aty në fotografi, është vllau i dytë, pastaj unë vajzë e tretë, dhe kam edhe një vëlla më të vogël që nuk ka qenë, nuk kuptohet, aty është 5 vite më i vogël se unë. Okej, faleminderit shumë. Pra këtu nis rrugtimi yt. Kalojmë tek fotografia tjetër. Dhe këtu nis pastaj pjesa e zhvillimit dhe pjesa e karrierës time në botën e reale dhe në botën e biznesit. Fotografia e parë aty në të majtë është fotografia e zyrës dhe fotografia e ambientit tim të parë kur unë kam hedh ëndrrën time, ku gjithmonë ndroja si vajzë e vogël që të bëj diçka për shoqërinë, të bëj diçka për njerëzit, të bëj diçka që të jem e dobishme në shoqërinë time. Dhe në atë kohë, në vitin 2006-2007, është hapi i parë kur unë hapa shkollën për gjuhë të huaja, Netting School, në atë kohë në Tetov, për arsye se qyteti jonë me 2 universitete ishte qytet që kishte shumë nevojë